Harea, ku lindi ideja, pse lindi ideja, e keni kurorzu, po thëmë prap një punë shumë të madhe me një sukses gjë që ju përgëzoj personalisht pa qenë në rolin e gazetarës. Qësh kanë qenë fillime, çfarë kujtime ki? Po, unë gjatë kohës luftës jam konë në Gjermani dhe sigurisht ëndra ka qenë për me u kthy. Pas kthimit nga Gjermania, kemi fillu me transport, me turizëm, kemi pas shumë mundësi me vizitu shumë vende të ndryshme dhe natyrisht ku kemi shku, kemi pa diçka të mirë, gjithmonë kemi mendu ato me sjellë të ne në Kosovë. Dhe kështu gradualisht janë kriju kushtet, na kanë ardhur mundësitë dhe kemi filluar një investim i cili besoj se tash më plotson dhe ne jemi plotsuar me këto. Je krenar për këto, po besoj që veç ka arrit me realizu. Patjetër, kjo është, mendoj se e di se njerëzit kanë bërë gjithçka, kanë bërë investime edhe më të mëdha, po për neve është një jem krenar. Cilat janë ndoshta ato komente që dojnë me ndo me neve, zotri Veselaj, të njerëzve që janë ardhur dhe kanë pasur që në një vend mund t'i gjetë të gjitha? Po zakonisht ka komente pozitive edhe ndjem krenar me këto, më pëlqen. Normal, kur kemi fillu me bëjë këtë investim, kemi pas edhe ne hezitimin se mos jemi pak ma herët, mos ka me pas probleme, se përjetojmë një periudhë kur bota është shumë të çrregullume. Po, pasi që kemi fillu dhe pritjet e njerëzve kanë qenë të mira, thjesht është jeka e dilemë se ja ka vlejt. Një ndër vendet të preferume në Suarek, akoma pa i mbush një vjetë. Qësh është e mundur? Ndoshta 3 pikat porta që njerëzit duhet me ardha dhe me ju vizitu, që njëherë vizitor, pastaj mek të bëhen me ju. Unë jam mundu që fjalën me aulon profesionist. Për shembull, kur kemi fillu në fillim, kuptohet dizajnin, arkitekturën, ja aulon arkitekte, me ata kemi bashkëpunu. Pastaj kur ka fillu restorani edhe hoteli, sigurisht jam mundu që kuzhinierave më aulon fjalën ata me thonë. Pra se cilit ketë një rol edhe me i nda përgjithësit. Ka morë për aty në këshilla se si me e bo, dhe besoj që deri tash jena koordinu mirë, kemi shku mirë, pra kemi arrit me i kthy njerëzit me po se edhe te Harea është një vend ku mund të shkohet me familje dhe mund të kalon mirë. Çfarë shërbime mund gjejmë këto? Po këtu janë shërbimet restoranti, ofron shërbime, ka një meny tradicionale, mënumi me qenë të tradicionale, por gjithsesi nuk i kemi ikë edhe asaj që është moderne evropiane. Pastaj kemi dhoma hoteli që besoj se ju i keni vizitu dhe nuk ka ndalë edhe aq keq. Kemi një sallë nalë për eventet ndryshme, për shembull fejesa, ditëlindje, organizime ndryshme. Përgjithsisht e kemi bërë një kombinim që njerëzit do t'i kenë mundësit me imri shumicën nga ato që i duhen, jo të gjitha, mos thojmë. Po flisni për pjesën e sallës së eventeve, po në anën tjetër po e shoh këtu që stafi secilin punën e vet. Një përshëndetje, një si ja e mirë dhe kafja është prej më të mirave që unë i kam shiju, se unë e kam shumë problem këtë pjesën e shijimit të gjërave dhe pastërsisë mbi të gjitha. Sa jeni mundu me qenë shumë të kuruar deri në detajin e fundit që një pushues që të vi për një me ju vizitu krejt kohën. Sa ka rëndësi që me pas njerëzit e njëjtë afër? Puna stafit është një sfiduese. Dhe ne në Kosovë mendoj se kemi më shumë aftësi se sa që mendojmë që kemi. Edhe na kena pas probleme, për shembull kur kena pas musafirët e parë sloven ose gjerman, koni dhe hezitimi. Po unë jam mundu me këshillat e mia me ju thonë se them njerëz dhe vetëm me qenë mikpritjen tonë, nuk kemi nevojë me luajtë rolin e një francezi ose dikujt tjetër. Ne duhemi me metodat që i kemi pa të shtëpia jonë, siç i presim musafirët, njëjtë me i prit. Edhe ka hasë në mirë kuptim. Mendoj se ja kemi dalë, njerëzit kanë pas komplimente të mira. Pra çdo njerit i kam thonë ti sillu siç sillet familja jote ndaj musafirit që të vjen, edhe nuk kemi diçka tjetër. 2026 ka fillu, është muji i tretë, po çka do presim vazhdimsi? Do shta do zgjerohen edhe me pikat të tjera, po do njerë me jap shumë fokus në pjesën e marketingut në këtë pjesë, që njerëzit ta dinë që është një vend ku për njëma mund të gjesh të gjitha. Planet e tona gjithsesi janë edhe më të mëdha, ne kemi plan që të zgjerohemi
me një sallë të madhe të dashme. Asha do të arrijmë që të fillojmë këtë vit apo në vitet tjera, por gjithsesi planifikojmë që të kemi edhe një sallë të madhe që kemi mundësi me marrë edhe grupe ose dashme ose evente që kanë me numër më të madh të pjesëmarrësve. Çfarë do ju thoje njerëzve që akoma nuk e kanë pas fatin me ardhe dhe me shiju gjithçka çka Hareja ofron? Unë ju kisha thënë jeni, provoni, besoj se nuk do zgënjeni. Do na falenderoni më saktë. Patjetër, besoj se po. Ne do mundohemi do jemi gjithmonë në shërbim të atyne që vinë, me ato mundësi që i kemi, me ato njohuri që i kemi, do të vazhdojmë gjithmonë me u përmirësu, se normal edhe mund të kemi në ngecë dikon, por gjithmonë do të vazhdojmë që të arrijmë që t'ju bëjmë shërbimin sa më të mirë. Okay. Dhe për fund, do shta dhe shikuesit kanë qef me pa për krejt këto pjesë që po folë për shërbimet, për kafën që e përmenda dhe për pjesën e dhomave, me na bon do shta një gjiro dhe me pa paka shumë edhe me shikuesit se çka Hareja realisht ofron. Po, patjetër. Do t'jetë shumë kënaqësi. Biseda këndshme vazhdoi edhe jashtë kamerës ku themeluesi i Hareja ndau me shikuesit edhe momentet brenda këtij kompleksi kaq të bukur e të pastërt. Restorant Hareja, një koncept krejtës i shtiri dhe i papar deri tani në Suharek. Pas një investimi të madh, ata kanë sjellë ushqime të shkëlqyera dhe një shërbim të nivelit më të lartë. Kanë ngritur standardet e gastronomisë në vend. Me kuzhinier me përvojë dhe një staf profesional, Hareja ofron një përvojë gastronomike që do t'ju bëjë të ndiheni si asnjëherë më parë. Përjetoni një menu që kombinon traditën e inovacionit, shijoni çdo kafshat që do t'ju mahnisë. Rezervoni tani dhe bëhuni pjesë e eksperiencës sonë. E përfjetje, çfarë të themi tjetër? Rahati, dritë natyrale, ambient modern dhe i qetë. Hotel dhe restorant Hareja në hyrje të fshatit Reçan, 2 kilometra larg qendrës së Suharekës. Sepse kujtimet qëndrojnë me ju gjithjetën, kujdesuni t'i bëni të bukura si jeni dhe jo.